Një burr dhe një grua janë martuar para 30 viteve pa lejen e kujdestarit të vajzës. Kjo i bën që do më thonë ai ta ketë grabitur atë vajzë. E ka marrë pa dëshirën dhe pa lejen e prindit të saj. Atëherë themi me lejen e Allahut azza wa jall mbështetemi dhe kërkojmë ndihmën prej tij se martesa e tyre, kurora e tyre nuk është e saktë dhe nuk është e pranuar. Dhe është ndesh me rregullat dhe parimet bazë të fejes tonë. Po çka duhet të vepron ky? Nuk është në rregull martesa e tij për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo grua, çdo vajzë e cila martohet pa lejen e kujdestarit të saj, kurora e saj nuk është valide, nuk është e saktë, nuk është e pranuar. Po çka duhet të vepron ky? I themi këtij për këto 30 vite martesë atij i takon që njëherë t'ia jep asaj mehrin e martesës së parë nëse gruaja ja kërkon atij dhe nuk ja fal, për shkak se ka lejuar kontaktin intim pa kontratë dhe pa kuror të saktë sipas shariatit të Allahut azza wa jall. E pastaj çka? Pastaj duhen të bëjnë kontratë dhe kuror martese të re dhe t'i jep edhe një herë mehr të ri për martesën e re. Mirpo nëse gruaja ja fal për ato 30 vite, ja bën halal, nuk ja kërkon mehrin e martesës pa kuror që e kanë bë atëherë duhet që t'ia jep mehrin e kurorës së dytë, të cilën ata e lidhin përsëri me hoxh. Mirpo nëse kanë fëmijë, fëmijët si trajtohen? A llogariten fëmijë të martesës valide apo jo valide? Këtu dietarët kanë thonë se fëmijët, për shkak se kanë qenë të paditur në atë kohë, fëmijët llogariten fëmijë të tyre duke u mbështetur në fetvan e disa dietarëve Hanefi, Allahu i mëshiroft, të cilët e pranojnë kurorën e vajzës pa lejen e kujdestarit të saj. Allahu e din më së miri.